Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. E sot në fakt kam një stars tjetër të ftuar. Me mua sot Elidon Koçi, që është edhe student i psikologjisë pranë Fakultetit të Edukimit. Elidon, përshëndetje dhe kënaqësi të kenë ftuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, për ty direkt edhe në temë, cila ishte indicia që të shtyll të zgjedhësh degën e psikologjisë? Ishte një indicie e brendshme apo ishte indicie e jashtme? Atëherë, dëshira për zgjedhjen e psikologjisë erdhi nga një indicie e brendshme. Erdhi si pasojë një procesi pune me veten, më saktë. Që herët kam filluar që të investoj tek vetja, me pjesën e vetreflektimit, me pjesën e leximit të librave, me pjesën e kontrollit të vetes, pjesën e kontrollit të emocioneve në situata komplekse. Dhe mendoj se kjo është pikë shumë e rëndësishme, kur ne kemi aftësinë për të kontrolluar veten edhe aspektin emocional në situata të vështira që mund të hasemi në përditshmërinë tonë, sepse këtu qëndron ajo pjekuria emocionale, siç mund ta quajmë ndryshe. Dhe erdhi si pasojë e dëshirës edhe kuriozitetit real për të kuptuar se çfarë studion psikologjia. Edhe për shkak sepse kam pasur gjithmonë këtë pjesën e aftësisë në komunikim. Një nga gjërat e tjera që kam investuar tek vetja ka qenë edhe pjesa e komunikimit, gjë që është shumë e rëndësishme. Dhe jo vetëm për sa i përket pjesës së profesionit që dua që të vazhdoj për të stopuar këtu. Pyetja ime që rrjedh nga gjithë përgjigjja jote është, mendojnë që komunikimi duhet ose është një pikë e forte e psikologëve dhe çfarë mendojnë që janë disa elemente të tjerë që duhet si një psikolog i mirë të ketë në të mbështrimin tonë? Atëherë, komunikimi është një pikë e fortë jo thjesht për një psikolog. Komunikimi është një pikë e fortë aty në çfarëdo lloj relacioni dhe ndërveprimi që ne kemi në përditshmërinë tonë. Qoftë kjo profesionale, qoftë kjo sociale, në çfarëdo lloj gjëje. Por komunikimi është një pikë e fortë e një psikologu, por ajo që unë mendoj dhe besoj se është diçka tjetër që e plotëson këtë gjë, është edhe aftësia për të kuptuar dhe dëgjuar një person. Ndonjëherë ajo çfarë unë kam kuptuar për shembull me studimin e psikologjisë është që një person nuk ka gjithmonë nevojë për një zgjidhje të menjëhershme. Në shumicën e rasteve thjesht ka persona që kanë nevojë thjesht të dëgjohen. Po, është vërtet. Okej, thjesht të ndihen të kuptuar dhe të ndihen të dëgjuar. Dhe kjo është një pikë tjetër e psikologut që duhet të jetë e fortë, që ne e quajmë me një term që është dëgjimi aktiv. Atë ku ti je plotësisht i përqendruar tek personi tjetër. Në çfarëdo lloj gjë, në mimikën, në lëvizjen e duarve, në fjalët që thot, në çfarëdo lloj gjë. Kjo jep atë rehatinë dhe vetbesimin që ti mund të shprehësh lirshëm tek personi që ke përpara. Dhe kjo është diçka që unë e kam pasur, edhe më përpara, qoftë edhe në profesionin që unë bëj, qoftë edhe në përditshmërinë time, në ndërveprimet që kam pasur me njerëzit, e kam parë që e kam të zhvilluar këtë gjë. Kjo ka qenë një ndihmë nga. Ka një pyetje tjetër, nga qenë zgjedhja jote e kontestuar nga familja? Jo. Sepse për shembull, mendoj që juridiku, që është dega që unë studioj, edhe psikologjia janë ndoshta edhe pak degë që janë, ose programe studimi që janë tabu. Domethënë që i shikojnë si më të vështira për të projektuar në tregun e punës. Apo ishin mbështetësit e tu më të mëdhenj? Jo, nuk është se ka qenë e kontestueshme. Aty kanë qenë mbështetës. Kam pasur edhe unë ato momente kur e kam folur për ta sqaruar pak më mirë aty se çfarë është realisht. Okej, sepse ekziston pak kjo pjesa e një hendeku midis kuptimit të psikologjisë, çfarë është realisht edhe se çfarë mund të mendojnë njerëzit, por jo, nuk e kam pasur në pikë pyetje nga familjarë. Edhe me që ti e ceke pak tani në përgjigjen tënde, cili është ke kuptimi më i madh rreth degës së psikologjisë mendon? Okej, kjo është një pyetje e rëndësishme, sepse këtë gjë e kam pyetur dhe kam hasur edhe jashtë. Dhe realisht ekziston një hendek midis kuptimit të psikologjisë dhe rolit të psikologut. Shumica mendojnë se ajo çfarë të mëson psikologjia dhe roli i një psikologu është se si ty të kontrollojë mendjen. Okej, se si ty mund të manipulojë dhe mund të kontrollojë për të bërë ato çfarë ai dëshiron. Okej, por realisht nuk është kjo. Ajo çfarë psikologjia të mëson është se si
është se si ti ta shikosh njeriu aty në një aspekt njeriu si të tërë, në tërësi, në çfarë do lloj aspekti, që nga pjesa e fëmijërisë deri në pleqëri, si jenë në marrëdhëniet sociale, si jenë në marrëdhëniet me familjen, si ndikon familja, çdo gjë, sepse edhe nuk të mëson këtë se si ti të diagnostikosh çdo person që takon dhe të vendosësh etiketa në çfarë do lloj personi që ti mund të hasësh në përditshmërinë tënde. Kështu që mendoj se kjo është i çik e paplotësuar dhe e keq interpretuar nga masa, po. Si është ai studenti që studion psikologji? Edhe mbi të gjitha, çfarë pas përfundimeve të studimeve, cilat janë profesionet ku mund të aderojnë ta student? Atëherë, jeta e një studenti psikologjisë është dinamike, për shkak sepse ka literaturë. Ka literaturë të gjerë. Është dinamike, por në të njëjtën kohë është edhe shumë reflektuese. Sepse ajo çfarë ndodh në pjesën e psikologjisë, sidomos kur ti je duke studiuar atë, nuk është një proces që mbaron, gjen një pikë të caktuar aty për të kuptuar shumë gjëra të vetes aty në të cilat ti mund të hasësh në përditshmëri. Aty është një proces që vazhdon. Edhe në auditor, për shembull, aty që jemi me studentët e tjerë, aty puna në grup, debatet, diskutimet që ndodhin aty në tematika të ndryshme, janë sërish tema që ty të ndihmojnë të reflektosh tek vetja në përditshmërinë. Është rrugtimi i brendshëm, më shumë se jashtë. Është shumë i brendshëm. Është shumë i brendshëm sepse nuk mund të pretendosh dot të jesh në gjendje dhe i aftë për të ndihmuar dikë tjetër në momentin që ti ke pikpyetje tek vetja jote. E vërtetë është. Shikoj, do të bëj një pyetje shumë personale. Po. Mësoni hipnozë ju se jam shumë kurioze ta di. Tani, hipnoza është një trajtim tjetër që përdoret në psikologji, por në këtë fazë që jemi absolutisht jo, sepse hipnoza është një terapi shumë delikate. Aty është një terapi që kërkon trajnime shumë profesionale. Okay, dhe në fazën që jemi sigurisht që jo, në fazën që jemi ne kemi më shumë një literaturë, aty dhe kjo gjë është më së normale. Unë do doja që të kishte pak më shumë praktik, sepse psikologjia është ajo që sepse pjesën e literaturës nuk e zhvillon dot vetëm aspekti akademik, e zhvillon dhe e plotson edhe pjesa e vëzhgimit. Por në fazën që jemi sërish, domethënë literatura është ajo që të jep një bazë shumë të fortë për të kuptuar edhe tërësinë e profesioneve që duam. Një studenti ose më saktë një maturanti, një gjimnazisti që në këto momente, sepse ne jemi në fazën e përzgjedhjes programeve të studimit, që është fazë shumë delikate në një moshë shumë delikate si adoleshenca. Do sugjeroje psikologjin, ndoshta edhe për atë studenti që ka këtë më dyshjem për shkak të stereotipit që psikologjia apo profesionet të ngjashme me të mbajnë. Tani, unë do jap një përgjigje duke u nisur edhe nga vetja, okay, sepse kjo është ajo çfarë mua më ndihmoi për të bërë zgjedhjen time. Është të gjithë maturantëve që janë në fazën e përzgjedhjes së degës që duan të studiojnë, do t'i thoja që në qoftë se do të zgjidhin psikologjinë sepse mendonin se duan të mësojnë më shumë rreth mendjes. Okay? Do zhgënjeshen. Psikologjia është shumë e thellë. Okay, psikologjia kërkon që të kesh durim shumë. Kërkon që të kesh empati shumë. Inteligjencë empatike pa drejt. Kërkon që ti t'jesh realisht kurioz se si funksionon njeriu në tërësi, se si funksionon mendja. Okay, se çfarë janë ato që e ndikojnë njeriu. Sepse në përditshmëri ne kemi ndërveprime njerëz të ndryshëm, por shumë gjëra, veprime dhe sjellje që ne shohim tek individët kanë një histori mbas. Okay, që nuk duken në sipërfaqe.
Okay, dhe kjo historia mund të jetë një traumë, mund të jetë një ndikim familjar, mund të jetë një pasojë e shkaktuar në fëmijëri ose gjatë adoleshencës dhe nxit këtë pjesën e reagimit specifik që njeriu bën. Kështu që do doja që ta bënin zgjedhjen e tyre në qoftë se realisht do të ishin kurioz se çfarë se si funksionon njeriu në tërësi, në të gjitha këndvështrimet. Është shumë e bukur kjo, edhe në fakt është një protezë e faktit që njeriu është çfarë ka ndërtuar nga të gjitha situatat, kujtimet, momentet. Patjetër, sepse është vërtet për t'u vlerësuar ne ndikohemi nga ambienti jashtë. Ne ndikohemi nga ambienti jashtë. Dhe një sfidë tjetër që njeriu ka me veten është të ruaj parimet dhe vlerat e tij pa u ndikuar nga njerëzit përreth. Aty dhe këtë gjë faktikisht e shikojmë shumë në përditshmërinë tonë. Është drejt. Një mesazh për gjithë shikuesit, ndoshta edhe për ata që nuk janë student, një mesazh tënd personal, Elidon. Një mesazh personal mund të them që pavarësisht se çfarë interpretimi ose koncepti të kishit mbi psikologjinë, shpresoj që të paktën kjo bisedë të ketë ndryshuar të ketë ndryshuar pak qasjen edhe mendimin që mund të ketë edhe shumica. Dhe Unë të falenderoj shumë Elidon që je pjesë e Student Stars edhe të pres edhe në episodet të tjera. Faleminderit, thanksi. Ndërkohë, së bashku do të shihemi në episodet të tjera të Student Stars dhe mos harroni bëni ju AMD-n sjelljen tuaj të parë. Nga unë Kamila, mirupafshim.